Bajram Beta. Marrëdhëniet dhe bashkëpunimi mes dy vendeve tona është tradicionalisht i mirë, miqësor, ku kontributi i faktorit shqiptar është i rolit pazëvendësueshëm, një rol kyç. Fuqizimi i identitetit kombëtar dhe roli ynë euroatlantik janë dy anë të së njëjtës medalje. Një faktor shqiptar i mirë shkolluar, i integruar dhe me vetdije të lartë qytetare është aseti më i madh i kombit tonë. Shqipëria e sheh arsimimin shqip në Maqedoninë e Veriut si pjesë të një hapësire të përbashkët kulturore dhe akademike. Bashkëpunimi mes universiteteve tona duhet të thellohet, të kemi shkëmbime studentësh, programe të përbashkëta kërkimit dhe platforma rajonale, sepse arsimimi në shqip nuk është çështje kufish. Arsimimi në shqip është çështje cilësie. Dhe besoj se me marrëveshjen e sotshme të arritur dhe të firmosur nga dy rektorët, besoj se do të kemi më tepër zhvillime në drejtim të përfitimit të përbashkët të dy universiteteve. Gjykatëria dhe bashkëpunimin ndëruniversitar në rrugëtimin tonë. Me punë, mbështetje, bashkëpunim, arritëm që të jemi të... Universiteti ka detyrimin të prodhoj mendim strategjik duke ofruar alternativa të cilat kontribojnë në kohezionin ton social, në kohezionin ton shumëtim. Jetojmë në një botë që po ndryshon me shpejtësi. Kujtoni, të dashur student, se rrënjët tuaja shqiptare janë këtu. Prandaj, unë ju ftoj që ju ta ndërtoni Europën tuaj këtu, në shtëpinë tuaj, në tetovën tuaj. Ky universitet u krijua për të mos u nështruar. Sot, ai duhet mos kënaqet me minimumin, duhet të vendosi standardin ke maksimum. Dhe e drejta për arsimim në Shqip u fitua me sakrificë. Cilësia e këtij arsimimi në Shqip duhet shtohet për ditë. E kalura juaj është histori rezistence, po e vërtet, por e ardhmja juaj duhet jetë histori ekselence.